Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se forca politike që ai drejton është garancia e reformës në drejtësi, ndërsa theksoi se opozita është shprehur se do ta shkrisë pakon. Rama ironizoi edhe udhëheqësin e fushatës së Partisë Demokratike, Chris Lachivita, duke konsideruar këtë të fundit si turist amerikan për të bërë një makjazh trumpist. Ne jemi garancia e reformës në drejtësi, të tjerët kanë thënë që do shkrijnë reformën në drejtësi dhe do neutralizojnë SPAK-un. Kjo mund bëhet vetëm nga forca që hallet e tyre me drejtësinë i kanë më të mëdha se sa lidhjet e tyre me interesin kombëtar dhe interesin publik. Këto forca janë të shpallur dhe i njeh gjithë bota. Nuk ka truk mediatik dhe propagandistik. Nuk ka turist që vjen me kush e di çfarë pagë nga Amerika për të bërë një makjazh trumpist të fushatës së atyre forcave që ndryshon këtë thelb. Ky është thelbi i ndarjes së ditës me natën mes nesh dhe kënetës. Po, ky është edhe thelbi që ndan nëse Shqipëria dhe shqiptarët do të bëhen antar të Bashkimit Evropian duke mbyllur negociatat në vitin 2027, apo nëse do mbetet si ndonjë shtet në rajon që ka të ardhmen të paqartë. Ne nuk jemi Bosnjë-Hercegovina, ne jemi Shqipëria, edhe kemi mundësitë për të shfrytzuar atë dritare, thot Rama. Kreu i qeverisë socialiste kërkoi që shqiptarët t'i japin një mandat të fortë më 11 maj dhe arsyeja sipas tij është Bashkimi Evropian, marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n.